Aldo Avdulaj, një nga personazhet më të njohur të botës së krimit, është arrestuar nga policia pas ditën e së hënës. Ishin forcat e Lito Reneas që ndërhyn në apartamentin ku fshihej Aldo Avdulaj, nipje Street Avdulajt. Ai qëndronte prej disa kohësh në zonën e liçenit të thatë në Tiranë. Këto janë pamjet e prangosis e tij nga Renea, ku shikohet 37-vjeçari i shtrirë në tokë, ndërkohë një pistolet i është gjetur poshtë jashtëkut. Arma e gjetur në shtratin e Avdulajt është sekuestruar bashkë me municionet luftarake. Ai akuzohet si pjesë e grupi që mori pjesë në ekzekutimin e Edmir Bregut në Durrës. Kujtojmë se grupi i drejtuar nga Street Avdulaj, Aldo Avdulaj dhe Aleksandar Laho, i njohur si Rumi i Shiakut, u godit nga autoritetet para pak kohësh. Grupi prej vitesh ishte një nga më të fuqishmet në qarkun e Durrësit, ku pak pas zbërthimit të aplikacioneve Sky ECC, zbuloi vrasje me pagesë dhe tjetërsimin e pronave në gjirin e Lalzit. Në këtë operacion u arrestua Enea Kume, vëllai i deputetit socialist Luer Kume, Vullnet Muça, vëllai i Rumit të Shiakut, ndërkohë ky i fundit ende nuk është kapur. Krahasi janë dhe 2 personat të tjerë në kërkim. SPAK e ka ndarë hetimin në 2 çështje. Përmes zbërthimit të aplikacionit Sky ECC është zbardhur vrasja për hakmarrje e Edmir Bregut. Sipas SPAK, Street Avdulaj urdhëroi ekzekutimin në shenjë hakmarrjeje për tentativën për të vrarë nipin e tij, Aldo Avdulaj. Në këtë krim, sipas hetuesve të posaçëm, ka ndihmuar dhe Enea Kume, vëllai i deputetit të Partisë Socialiste, ndërsa si ekzekutor dyshohet të jetë Alfred Doka, i cili është në kërkim. Pjesa 2 e dosjes ka të bëjë me pronat e gjirit e Lalzit, ku SPAK ka zbardhur falsifikimet për tjetërsimin e pronave në Bregdet, disa dokumente të gjetura në automjetin e ish prokurorit Arjan Doja, tashmë deputet i Partisë Demokratike, ditën kur u bë atentati në nëntorin e vitit 2019, teksa ndodhej në shoqërinë Aleksandar Lahos. Ndihmuan SPAK të zbardhte skemën e mirëfillt të përvetësimit të pronave shtetërore në Bregdetin e Durrësit. Në krye të këtij grupi, sipas SPAK, është Rumi i Shiakut. Ai ka falsifikuar dokumente të ndarjes së tokave në disa fshatra në gjirin e Lalzit, madje ka arritur deri aty sa të zëvendësojë dokumentet e sakta me ato të falsifikuara në institucionet shtetërore. Disa prej këtyre pronave ishin vendosur në emër të disa qytetarëve të zonës, të cilët nuk kishin asnjë ide se ishin bërë pronar tokash.